Flasin kundër sistemit të drejtësisë, duke i mbrojtur ministrat të cilat mund të jenë objekt i hetimit ose tashmë janë objekt i hetimit penal. Ata që janë në pushtet në baza ditore tashmë e kanë bërë normë të punës, sulmin dhe atakimin e sistemit gjyqësor dhe prokural të bëjnë presion që sistemi gjyqësor dhe prokural të mos ta kryejnë punën si duhet. Këto përbëjnë ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Këto që kemi thënë ne janë vërtetuar edhe nga raportet e ndryshme ndërkombëtare, edhe nga raportet e tjera vendore në Kosovë, e rrezikojnë funksionimin edhe e politizojnë institucionet e drejtësisë, në anën tjetër pastaj e cënojnë edhe besimin e publikut në këto organe, sepse paramendojnë një situatat kur një parti politike, kur 2 gratë më të votuara në Republikën e Kosovës dhe kanë marrë besimin po atyre qindra mira qytetarëve, ato flasin kundër sistemit të drejtësisë duke i mbrojtur ministrat të cilat mund të jenë objekt i hetimit ose tashmë janë objekt i hetimit penal nga sistemi i drejtësisë. Në qasje e tillë është edhe kundër parimeve të kushtetueshmërisë në Kosovë, parimet të ndarjes së pushteteve, në anën tjetër është edhe kundër parimeve të demokracisë, edhe për më tepër përbëjnë edhe praktikë të dëmshme të vlerave për të cilat Kosova i ka të mbeshura në nenin shtatë. Në fakti që kaq lehtë flitet, fakti që kaq lehtë cënohet, fakti që kaq lehtë dëmtohet, fakti që kaq lehtë mund të thuhet edhe të etiketohen prokuror në sistemin e drejtësisë, është e rrezikshme dhe e dëmshme që ata ta kryejnë punën me nder, me integritet dhe me funksionalitet dhe me pavarësi nga ana e sistemit tjetër ose pushtetit politik, pushtetit ekzekutiv. Është një sulm brutal ndaj pavarësisë së institucionit të prokurorit të shtetit. Pra edhe në mënyra se si e atakojnë, të themi ashtu, vetë objektin e hetimit duke aluduar si një farë propagande e prokurorisë dhe e sistemit prokuror ndaj qeverisë, është e papranueshme dhe kjo normalisht që do të manifestohet edhe nëpërmjet raportimeve edhe raporteve të ndryshme ndërkombëtare ku do të jepet një vërejtje e madhe për Kosovën për faktin që politikanët, sidomos ata që janë në pushtet në baza ditore tashmë e kanë bërë normë të punës, sulmin dhe atakimin e sistemit gjyqësor dhe prokural në vend, dhe kjo normalisht që në një farë formë është një farë lloj tendence që të pengoj, unë mendoj, hetimin e mirëfillt të institucioneve të pavarura, do në kupton që gjykatat dhe prokurorit nuk janë pavarura dhe çfarë do deklarimi mbi procedurat hetimore ose mbi akta akuzat të ngritura i bën në mënyrë të drejt për drejt ndikim pavarësinë e sistemit gjyqësor dhe prokural, dhe madje ky lloj ndikimi manifestohet edhe në kuptimin e asaj që është edhe ndikim në vendimmarrje, sepse nëpërmjet një presioni publik e politik shpërfaqet tendenca e aktorëve në fjalë që ta diktojnë, të themi ashtu, dhe të bëjnë presion që sistemi gjyqësor dhe prokural mos ta kryejë punën si duhet.